qepin më në shtëpi sot? Po, ka që qepin. Ka që qepin, e? Ka që qepin. Në qytet apo rrethina? Atëherën, qyteti e ka pas shumë traditë qyteti me pas. Po, por qyteti janë prirë dhe drejt shkollës që duke diqa se tush si e dorës dyta, ke parasysh? Si punë e rëndom? Fiks. Edhe ndoshta nuk kanë edhe shumë faj sepse është punë e pa pagume, e pa vlerësume, sepse normalisht këtë punën e dorës, po ta bësh diku në prandim kushton shumë, kurse këto na paguhet pak. Dhe kjo është arsyeja që shumë prej tyre janë tërhequr me fjalë, nuk ka se e bojnë më. Po, kur them e bëjnë për shembull, s'ka dhe pse ta bëjnë vetëm për punë, mund ta bëjnë edhe për hobin. Ja, për hobi kanë shumë. Ka? Po. Për shembull, ajo do më bëj një fustan që do më e bëj për vete, personalizuar. Pra, blen copën diku në treg, edhe bën diçka që nuk e ka kërkush, e ka vetëm ajo. Edhe janë shumë për këtyre në Shkodër. Në Shkodër. Tani ti këtu ke dhe hekur. Mua më bën përshtypje sepse elektroshtëpiakët si puna e hekurit, po flas janë mallra që dalin shumë shpesh me ofertë, jepen shumë shpesh me ulje çmimi dhe atëherë më shumë shiko cili është vinë njerëzit për vërtet për ta ndrejsh edhe një. Shikoj se është problemi. Po. Hekurat që prodhohen sot janë gjitha me paketa elektronike. Përveç kësaj i kol Kush është për shembull që shkriu sot? Atëherë kjo këto është si tush është tipi i ri. Po, tipi i ri. Edhe kjo është tipi i ri. Po. Kurse kjo këtu është tipi i vjetër. Kjo këtu është tipi i vjetër. Edhe ka i gjak, këta kanë këtu më rënd kanë një paketë elektronike. Që një kol potencionit aja e dëmton edhe e xherr jashtë funksionit. Edhe kush kanë ti me e ble një tre të cila do për këtyne që shesin elektroshtëpiake, të pjesa kontrastë të aja, thyrë e një edhe kol potencionit 2 nuk manë përgjithësi. Kur shkojnë edhe binë tone, thëtë s'ka 2 muaj që e kam ble, a hapi, unë e kontrolloj, ka djek paketën. Edhe të që janë të u këthyt është gjithë të kjo pjesa tjetër. Këta nuk kanë paketa, këta janë me... Edhe po kthehen tek hekurat e vjetër? Po, kjo për shembull ne i morrim në Gjermani. I morrim për dorën. Në gjithë ata që i morrim, mund zjarrim për shembull 20 copë, mund zjarrim 10 sak. Tjerat i moj për pjesë këmbimi. Po, normalisht. Edhe kur vjen diçka e tillë, unë jari paraj se e kam pjesën. E kuptoj. Edhe këto i tregtojmë na. Thot janë për dorëna, kanë çmim të mirë, i përshtatet tregut, edhe i përdorim. Janë të mira shumë se s'mund na me thonë se për shembull i Philips, i Gorenja, janë firma të mira, nuk mund na me i hall poshtë. Por për të ne janë pak problem. Kështu që duke qenë pak problem, na kena kthyr tek pjesa tjetër. Nuk ka se kanë gjitha dëmtime elektronike, po ka dhe tjetër, ka rezistenca, kanë rele termike, në gjë që na i riparojmë. Ti vetë ke lind në Shkodër? Po. Lindë në Shkodër, në cilën zonë të Shkodrës? Unë kam lind në Kirës, është një logje. Po, e njoh. Që është në fund Kirës. Logje Ke qenë fëmijë vetëm? Jo, unë kam një motër më të madhe, kam edhe vëlla më të vogël. Edhe pra ti ke qenë fëmija i mesëm? I mesëm. Tani me këtë rregullin fëmija i mesëm është ai i lën masdore apo është më i llastumi? Ja, a dhe se është i punë. Këtu varet të distanca mes fëmijëve. E kalove përgjigjen, a? Unë çunat i kam me 4 vjet diferencë me tjetrin, edhe gocën e kam me 10 vjet diferencë. E kam bën pleqni. E ke bën pleqni. Edhe për mu është më mirë kështu se e merr vëmendjen e vet fëmia deri sa fillon paktën me kuptu diçka. Se kur janë shpejt, sikur kështu e mendoj unë. Po. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.